Stenaldo ka lënë një shenjë të veçantë në këtë edicion të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, duke treguar se për të, loja nuk ka qenë thjesht për një çmim, por një provë karakteri. Në një rrëfim të sinqertë për rrugtimin e tij në shtëpinë më të famshme të Shqipërisë, ai theksoi rëndësinë e ruajtjes së standardeve personale dhe të integritetit edhe në presion të madh publik. Stenaldo shpjegoi se për të, kjo mundësi ishte më shumë se një konkurrencë, ishte një mundësi për të treguar anën më të mirë të vetes dhe për të reflektuar mbi bazat e pikurisë personale. Ai beson se të qenit para të gjithë shqiptarëve nuk do të thotë të fyesh të tjerët apo të bësh gjithçka për të fituar, por të ruash vlerat dhe të qëndrosh i ndershëm edhe kur presioni rritet. Edhe pse u largua pak para finales, Stenaldo tha se ndihet krenar për rrugtimin e tij nga perspektiva e tij personale. Fjalët e tij reflektojnë një qëndrim të matur dhe të përgjegjshëm, duke treguar se për te spektaklit dhe rivalitetit, integriteti dhe njerëzia mbeten mbi gjithçka. Ky qëndrim i Stenaldos është pritur me vlerësim nga publiku dhe nga ata që ndoqën edicionin, duke treguar se shpesh vlera e një loje nuk matet me fitore, por me mënyrën si e përvallon dikush rrugën e saj. Rrëfimi i tij nënvizon rëndësinë e respektit për veten dhe të tjerët, edhe në skena publike dhe konkurruese, si shtëpia më e famshme në Shqipëri.